Më shumë se 10 persone janë shoqëruar në polici për të dhënë dëshminë e tyre në lidhje me vrasjen e pronarit të një gomisterie një ditë më parë nga një punonjës i Shish. Gjavair Mzhika, oficeri i Shish, është ende në arati, ndërsa operacioni për kapjen e tij ka vijuar dhe gjatë natës. Largimi i autorit të krimit në këmbë në rrugicat e fushës së aviacionit në Tiranë ka bërë që ai të humbë shpejt gjurmët dhe përpasoj të vështirësoj edhe kapjen e tij nga policia. Ndërkaq mësohet se vëllai i viktimës, Florian Selmani, ka shpëtuar për mrekulli nga plumbat pasi punonjësi i Shish ka qelluar në drejtim të dy vëllezërve Selmani. Sipas policisë, fillimisht Gjavair Mzhika është goditur me mjete të forta nga dy vëllezërit Selmani dhe më pas është larguar duke u kthyer i armatosur dhe ka qelluar mbi 33 vjeçari nga Saranda, që për disa muajsh ushtronte këtë aktivitet privat në kryeqytet. Burimet e policisë zbulojnë se shkaki i ngjarjes së rënd ka qenë një aksident i lehtë që oficeri i Shish ka pësuar pranë kthesës së Kamzës, ndërsa ishte nisur për pushime me familjen e tij. Gjatë udhëtimit ka plasur njëra prej gomave që kishte riparuar një ditë më parë në servisin e vëllezërve Selmani dhe përpasoj familjarët e tij kanë marrë plagë të lehta. Kaq ka mjaftuar që Gjavair Mzhika të fajsojë pronarët e servisit dhe të konfliktohet me ta, duke shkuar deri në përdorimin e armës. Nuk dihet ende nëse plumbat janë qelluar nga arma e shërbimit apo tjetër armë që oficeri i Shish mund të dispononte pa leje.